Të nderuar kolegë, për aq se kemi mbetur, se ministrat kanë punë tjera, po na çojnë, ja kanë hapur rrugën për në Europë, kanë ngele 2 pllakat e fundit për të shtruar dhe kalojmë hym në Europë. Disim kujtohet kjo punë e Europës, më toni që do na fusi ti? Është një komedi e Fadil Hasës, kur në vitet 2000 kometa Allej do bënte namin, zbritën Europa, zbritën Shqipëri. E thamë, pse gëzoni, tha, se ne këtu në Shqipëri, tha, nuk jemi aq mirë. Që të pikërisht për këte kemi ardhur, se jemi 100 vjetë mrapa edhe 50 vjetë anësh. Ne prapa tje kemi ngelur, kemi ecë një 10 vjetë, po prapë jemi 90 vjetë mrapa, po 50 vjetë anësh nuk kemi lujt nga vendi farene. Se jemi se e valje që 3 hapa para dhe 2 mrapa votoni. Dhe ti thua që me reformat ne kemi bërë do vend, po si do, cilë reforma? Do të fillosh nga reforma në drejtësi, po. Ty të vjen të talë Gjevahiret, kryetari kolegjes në komision të ligjeve. I di toni. Të talë Gjevahiret të thot, e kemi ullën e thot me 16 dit, bet logun. Shikon në robi se s'po kupton, ore si ullë kjo dosje, mullari dosje me 16 dit. Nga 16 vjetë, tha, kemi ullë 16 dit. Hape videon, jepja Europës ti, ta shikoj që ne kemi ullë nga 16 vjetë, 16 dit. E thresim atë të KLP-s, ajo s'ka Gjevahire, po prapë tha, i tha shokut toni, se në atë kohë ishte këtu, tha, harta teritoriale o t'i zonja bërmullar, zdigje një 3 vjetë kanë kaluar, kemi kohë dhe 2 vjetë tjera, do t'a diskutojmë dhe do t'a shohim. Po si do veshti në Europë, kur ti e ke sistemin e drejtësisë cop. Po kjo është shumë e madhe. Më kujtohet në Europë, po të këtjap një fragment nga Europa, unë kur ne ikëm komision të ligjeve Bundestag dhe kishim një tjetër kryetares, kishim shokun Ulsi, kishim shoqen Bushka në atë kohë. Dhe unë si euroskeptik që më cilësoj shokut toni, i thash, kemi ca vite që jemi pa gjykat kushtetuese. Mi po pastroj syzet a e tha, ore nuk po shoft, mi po nuk po të gjojna veshët, edhe shoqja Bushka i tha, jo, s'është e vërtet. Godina gjykatës kushtetuese atjeshtë, s'kemi gjyqtar, tha, se gatrohet kjo euroskeptiku. Pra ne s'kishim gjyqtar të gjykatës kushtetuese, po ama kosheren atje kishim olësi. Dhe ky do hynë në Europë. Ku do hynë në Europë jo? Ne akoma diskutojmë gjykatë kushtetuese, erdhen, vajten, hangën bukë, shnu ditën e punës e bën pushim dhe sot për ballukun. Ne kemi gjykatë kushtetuese. Ku gjykatë kushtetuese? Është mbledh 6 merr do të vendim. Ti do hysh në Europë, si do hyke në Europë ti? Jo, nuk hyet në Europë kështu. Se ti nuk e di që në Europa nuk qas pa drita dhe ujë. E di ti po? Jo, s'ka prap. Ja ta shpjegoj unë ti dritën e lushjes. Se nga tope stafkulla nga shtëpia ime dhe deri në kthes qemës së ti zotri sa e që bie i vetësia ose ja fut njeri ande nga Italia i ikin drita. Çuditërisht. Edhe e diku që shironia fatet tje sa ti kishi drejtues ju atë to SHS, atë ai thoshte kosha plerash, ju shtrojun dush, ç'a doni ju lulishte ju bëjun gjitha. Drita mos kërkoni. Jo drita jo. Se nuk bëhet do të investimi. Është gjunava atje, nuk kalon do 20 kV. Ne jemi akoma me qenef të fiku, toni do ikin në Europë. Po ku do vem në Europë me qenef të fiku? Nëse gjenë do të se s'ka dritat, haj qeni. Do ishti me ujë. Ore, ku do veni ju pa ujë? Atje vajtu bëm muti kavalet në Vlorë. Qa bani? Ku do veni ju me ujë? Ku? Ku do jeni pas 5 ditë? Mi që fillon morat krujnë koko që kujtu që s'ka ujë. Po si do veni ju me ujë kur të fjerë, zjarfikset e lushjes qonin ujë për të pirë. Si do veni ju? Ku do veni në Europë ju? Para s'ka si ujë. Zjarfikset e lushjes në atë ujë për të pirë, për të bërë gjellën. Ju do hyni në Europë. Si do hyni në Europë ju? Si do hyni në Europë ju? Pra pa e diti që kanë majtë ato branda do zjarfikses të toni? Më fjerë, këtu në gjitu. A ka në një për ju sfidë që përdor atë që ne paguajmë si ujë të pishëm, jo për të pirë, se për të pirë nuk diskutohet që jo, po për të hedhur gjellës që ta zgjemi në atë gatë. Ka në një nga ju? Se në lushnjë dhe ata që janë më fukaren, detyrohen të blejtë ato botët e ujtë.
Kush pi ujë nga çesma? Ti do hysh në Europë. Si që Europë që ka kjo që do pa ujnë? Ku do vem? Ne s'kemi ujë për që nefa do vem në Europë. Si e hyke në Europë? A e thot reforma në shëndetësi. A tjetër pediatria lushu të vesh më mrell. Se qartë bje jashtë hynë mrena. Lere ilaçes, nuk diskutojt ilaçes. Qa ilaçes? Shko të onkologjiku. Alvem të onkologjiku kanë nga i mu ilaçet. Ja ka shkujt gazetarë gjithë. Shko shikoni onkologjikun. Registrohesh do të pa mikë në spital, ku? Qysh? Shko për rezonansë, do 8 muj. Në mos ja heqim fitilin vetë. Dhe ju do thoni do hymë në Europë. Si ju ka në Europë shu? Nga do vem në Europë? Sistemi arsimit. I keni parë që bëhet në për shkollat tona? Se foli shoqja Manastir Liu, me që a realizoj, ka të fala me që se dojt i qërët fala nga xhaxhi doktori, po pasa ikur, se të pëse s'po del me në televizor të nga tregosh arritit e tuja. Ku janë të reformat në arsim? Po një fakultetet po mbyllen, shkollat po mbyllen, ne kemi 5 klasë me klasë akoma, ne do hymë në Europë. Që Europë do hymë ne? Klasa dhe shkollat që mbyllen. Ne do hymë në Europë. Si do hymë në Europë? Ju thoni po na vim fonde se konkurrojmë denjësisht me ca shtetet tjera. Si konkurrojmë denjësisht me ato fondet i parë që i vollën, që ikësh për ndërtur Zoja Horën? Që s'ngeli oligark pa marë, se edhe të specët futën hundët, se s'u ngopën me ndërtime me kulla. Si do hymë në Europë ne? Ku do hymë në Europë ne? Kur te familje beqe që i vodhi gjitha, si do hymë në Europë ne? Fondet e BE-s është në burg pra për fondet e BE-s, ku do hymë ju në Europë? Do hymë në Europë, që Europë është kjo? Po si do hymë në Europë që aksit gjitha të fondet që prapi blokoj investimet për teknologji në aksje, Karçana vazhdo në shtëpia, se ne nuk ja heqim prap shtëpi nga punat, se nuk paguhet qirane e shtëpisë, se është shtëpi me qira. O zot, 10 milion euro një firmë që objekte vimtarisë të saj e ka shitje çokolatash. Edhe ka marrë database tana, ajo i ka pastrur, i ka shplar. Kur objekte vimtarisë nuk e përcaktoni gjë të tillë. 10 milion euro. Por ku do hymë në Europë? Kështu do hymë në Europë? Po syt pra kështu në Europë, nuk hyet. Se ke parti e ullësi, shfryë sa dushti, se kështu shfryën dhe ata në Librazh, 7 orë se ra rruga. Kështu shfryën dhe ata, jam dhe ata, se 7 orë s'po vinde asi dungë fungë. Ha pra, kështu do ishë në Europi? Ra prapë sot ati dërmija ti tjetërit. I ra rruga prapë sot dërmija. Ore, si ka mundësi që bjen këto rrugët, ka shpet gjitha. Ju asfatis po ndihmon me arbur. Pra, ja kështu. Se punon të e ti lartë, edhe hithë të poshtë, rrinë ata poshtë 7 orë, gjatë vogla burë, s'ka si gjithë keqe. Ti do hysh në Europë. Nuk hyet në Europë me bregrisa ta thash, sepse do t'i tregosh Europës, me përfaqësuesin që keni sot ministre, tregojnë një foton atëhershme dhe foton tanishme. Pse s'janë bërë gjithë shqiptarët si ajo, ballafaqimi? Ha pra, pse s'bën gjithë shqiptarët si kanë gati për në Europë? Kështu që ëndra europiane ullësi për mua që jam euroskeptik, si pas se ti në komision duhet ngresh pak zërin e ullësise, më cilësoj euroskeptik toni. Dung fungu të treguan e që mbledh plerat, se me ata dhe a ishte shërbim të zgjedhjeve kësaj me dung fungu. E kupto ku keni arrit ju? Aq keni një makineri, e ngarkut nga Tirana, e kërkut 700 milion firmave të veja atje të hapi rrugën. Ja, kjo është emergjenca. Se vete për fik zjarrin atje ven me kova me ujë. Është turp. E di si është kjo puna, Odi, unë vat jap një këshill toni për ty në Europë, të marrë ka pas gjyshe me i furk, mere furkën dhe tirë një lesh, se vetë për këtë punin. Faleminderit. Zosi Gogu ka kërkuar fjalë. Dy momente i shijoj pa mas. Një dialektin muzikar, se më kujton fëmirin
Buzë Remës në Berat, po kemi lëvizur të dy, kemi ardhur në Kuvendin e Shqipërisë dhe duhet flasim si ligjbërës. Dhe e dyta, skeqet e Portokallisë. Është shumë mirë që ti mbash copyrightin këtyre skeqeve, sepse ata ti shënojnë po dëgjoj. Baltën mua nuk ma tregojnë, as dritat që ikin. Shohem në mëngjes, unë jetojnë Maknor, ka baltë atje, ka edhe drita. Po baltën zotri e pastron ai që e shef dhe që është atje për të pastruar baltën. Si që pastruan baltën e drejtësisë, që ti e shihje dhe i thoshje prokurores përgjithshme lavire rrugës, dhe sot vjen dhe na tregon banalitetin e të keqes. Pra, ndaj kur vim sot ata, gjitha ata emisarët e Europës thonë është përparim progres mbres lënës. Pse nuk e din ata që kanë baltë rrugët e Shqipërisë? Nuk e din ata që në Divjak, kur e kemi nisur në modernizimin e bujqësisë atje, ishin traktorët kinez, ati që ishte o i kuq, o që s'ndez. Zotri, integrimi europian nuk është klub barsaletash, po integrimi europian është që baltës të marrësh atë lopatën e ta pastrosh, që shkollës që thua ti të marrësh edhe në një kohë rekord ti rindërtosh njësoj si që janë në Europë, që programet mësimore ti marrësh dhe ti modernizosh, që programet e bujqësisë pa tjetër që mundet të kenë edhe keq funksionim po deshet i dhe korupcion, po që kur ti i zë ato nuk i fsheh dhe nuk shkon t'i bësh presion me libër shtëpie gjyqtarëve, po është të ballafaqohesh me ligjin atje dhe kush provohet që është ashtu siç pandehet të marrë përgjegjësinë e vet personale. Europa kështu është, kështu ka nisur dhe në fshatrat e Bullgarisë, se kështu siç thua ti kjo barsaleta që tregon ti me gjyshe, me nëne, me rrugë me baltë, me spitale që nuk punojnë. Sot po ta tregosh në Bullgari, mundet të përsëri të qeshin atje, po janë në Europë, janë bërë pjesë e Europës, sepse çështja është kush lëviz, kush rregullon çdo ditë nga një spital, kush rregullon çdo ditë nga një shkollë, kush rregullon çdo ditë nga një gjykat, kush rregullon çdo ditë nga një prokurori, kush heq çdo ditë nga një radhë, kush çon çdo ditë nga një mjekim falas dhe kush fut tek rimbursimet nga një ilaç më shumë. Kjo është betejë për Europën. Faleminderit. Zoti Maja, fjalën për replikë. Se ma për... Jo, mu. Më përmendet ti mu. Tani unë fakt e përdora erën e fundit në Komisionin e Ligjeve kur u diskutuan këto 4 marrëveshjet, sepse e njëjta frymë diskutimi e zotit Koreshi ishte edhe në Komision të Ligjeve dhe unë i thash që je euroskeptik. Dhe sinqerisht sot nuk arrit ta kuptoj nga buron euroskepticizmi i zotit Koreshi, se ky është edhe i shkollës italiane të drejtësisë. Më kupton? Mirë, po kur ky gjitha shembujt i merr me lushnjën. Por unë dua t'i kujtoj zotit Koreshi që lushnja ta ndroj kanalin, mos shofe filma në YouTube, sepse lushnja nuk është më ajo e koncert, filmit koncert vitin 36. Është lushnja që nuk dua të hyj në domenin e ministrit bujqësisë, lushnja që sot ndoshta në eksportet që kemi në bujqësi sjell në buxhetin e shtetit diku ke 500 milion euro. Tani ndaje mendjen. Je euroskepticizmi të buron nga fakti që nuk ka val telefoni për te Rogozhinës kur vjen sa kalon Rogozhinën, se një nga kolegët e mia në komision tha, zoti Koreshi tha, mos i merr gjithë shembujt nga lushja, se me sa duket tha si të kalesh Rogozhinën s'ka val telefoni. Tani, nga i herë thot jam i shkollës italiane drejtësisë, pastaj gjitha gjërat na çon lushnje. Edhe për ta kthyer në seriozitetin e bisedës, lushnja sot është nga ato bashki që ka bërë më përpara se sa bashkitë e tjera emër në Europë. Lushnja është eksport sot. A ka probleme? Pa diskutim që ka probleme, sepse ne po të mos kishim probleme, nuk kemi ndërmarrë gjithë këto reforma në Shqipëri, por lushnja është në Europë, sa mirë. Ta garantoj që është në Europë. Nëse shuhet i gjë Made in Albania, lushnja është ajo që na e ka ngrit emrin si Shqipëri. Vazhdojmë me zotin Braçe tani.
Procedurë. E keni për procedurë, zoti Koresh? Italiane, edhe unë kam procedurë italiane tani, se dhe ja them qik. Olësi, qa ben nga rruga Dibrës, ande nga rruga jote, tuneli Murrizi, di gjete? Jo, pysë kështu përgjithësi unë, sa ta lushnjarë interesohen në njerë dhe ma ta rrugës Rogozhinës. Por unë s'tu mora me të tunelit e tuja, që po bjen, atë keqen, a rruga Arbi, shikoj e se ma se karane, sa arrova të të përmene se si se këtu. Edhe shikoj mirat e rrugrat aty tujat se si janë. Me që i këtë zonë state, por në ndryshim nga ty dhe disa deputet tjetër, unë i shket jam zjetë dyën lushnje, flen lushnje, 1 sekund, flen lushnje, jetojnë lushnje, nuk kam se si të flasë për qytet tjetër unë. Edhe kur spitali nuk funksionon, kur ju e keni lënë fshatin më të madh, vërtet lushnje prodhon, po jo se ju ndimoni ju se asnjë fermer shqiptar lushnjar nuk merr, po kanë ardhur oligarka nga Tirana. Ja prandaj ta thashun tjetër. Se ato 500 milion pralla dhe ëndra që ti shikon me fërmedhën që 500 milion ëndra, janë 500 milion kallo që më kanë ata lushnjarë që ti si ndihmon që si panostro kanalet, vadice dhe kulluce së mbytën për atë skrepin, atë dung fungën e tonit. E kupton se toni, se toni me të është marrë me të bërë celebrime, nuk e di që me thë shko kanale. E kupton? Unë nuk jam bërë deputet se kam celebruar një vëllim. E kupton? Atë kishën vlaj. Kështu që, jo, se ti më themë, po që më futi mua bulevardi, ku atërë unë isha i bje lozja, i bje macës me lugë, o ti toni. Po ti mbau këte drejtë që të themun, se Lushja nuk ka si institucion, ta thonë gjithë deputetet e Lushnjës. S'ka institucion shtetror, se keni qurë fjerë, drejqet, shejtan. S'ka pra institucion. I hoqit gjykatët e prokurorin, shoku ullësia hoqit, gjykatët e prokurorin. I sot dhe administrativen për të punur ato kafet anës, sepse as i punë s'bën për Lushnjën. Se problemet e Lushnjës ti du t'i vesh në fjerë, në prokurorin fjerë, në gjykatë në fjerë. S'ke as gjeti, as tatime, as targa, as patena, as drejqe, as birë. I ke dhe, orë dhe ti dhe bordë e kullimit e kem fjerë. E kupton ti dhe bujësi, po gjitha qoja fjerët e fjerë. Pra lushnjarët nuk kanë asë gjë. Lushnjarët dhe një kinotatë, akome s'pa e bëjnë, myllën e të kinotatit. S'ke i kanë lore, s'ka asë gjë. Për Kalamajnë, për Moshët e Trete, kini lënë atje, në mes të garit, quhet ajo. Ajo lulishtë atje, ata plejtë e shkretë, kanë 3 jasë, ku dalin do të lozit domino. Tregoni ju mua për Lushnjën. Lushnjën e kini lënë mizerabël. Kaq. Fjala për zotin Braça. Jo, kanë divjak. Se di gabim, ca gjëra i di gabim. Nderuar drejtues e seancës, ta që ju të dytë na përfshit në këtë debat, ose e mirë, nuk të tha edhe ai është i bindur që ti si e euroskeptik, po që ti e nuribeist je. Ta që ta themi si që është gjëja, që je nuribeist je. Po prandaj. Nese,